Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Rrezë Dielli. E nisi me gatimin ton, me hapësirën ton të gatimit, të gatuaj me Albanën. Mirë se të gjeta në kuzhinë. Mirëmëngjes. Përpara se të fillojmë të bëjmë gati produktet, çfarë përmban sot Rrezë Dielli? Do të flasim për dasmat, për traditat, për zakonet, për ato traditat e haruara faktikisht të marrjes së nuses, edhe si kanë ndryshuar deri në ditët e sotme, traditat e zakonet nga veriu deri në jug, të tre janë përfaqësues së secilës zonë të Shqipërisë për të na rrëfyer së pari dasmën e tyre, çfarë mbajnë mend miq tan të ftuar nga dasma, si ka ruajtur ato tradita, çfarë kujtimesh kanë dhe çfarë ka mbetur rrugës, si kanë humbur disa zakone të bukura të marrjes së nuses apo të takimit të krushqive, ajo ceremonia e me radhë. Kështu që na ndiqni për të kujtuar së pari me nostalgji këtë moment të bukur që shënon një ditë të rëndësishme dhe të parueshme në jetën e gjithkujt, dhe mbi të gjitha për t'i rikujtuar ato të haruarat. Apo jo. Madje do t'ja tregojmë, le të themi, rrugës gjatë gatimit dhe anvisat që mund të na ndjekin gjatë përgatitjes së recetave, mund të na telefonojnë, pse jo, për të kujtuar ndonjë detaj, se është gjithmonë me interes për të dëgjuar se si e kanë bërë dasmën zonjat tona që na ndjekin. Po fillimisht nisi me përgatitjen e recetave. Tash edhe thoshe fillimisht nisi me dasmën e Albanës tash. Po ha më ti. Ke bërë dasëm ti? Jo, nuk kam bërë. S'ke bërë as ti dasëm. Jo, s'kam bërë dasëm, kam qenë larg. Po ti kem dikë që ke martuar, çka kujton nga ndonjë ritual i veçantë? Po të gjitha kujton se kam martuar motrën e madhe. Ku erdhi puna që thash. Që ajo e qara një nuses dhe deri te Pra, as të qarën e motrës madhe nuk e mbaj mend, të them drejtën. Por më ka mbetur në mend një e qarë në fshat. E më do të them diku në Zallher, se nëna ishte ginekolog aty, të shkonte ndishte gratë dhe fëmijët e vegjël. Edhe kishin ftuar nënën me familje dhe unë mund të isha diku te 10 vjeç. Dhe shoh një vajzë, mo atëherë më dukesha e madhe shumë, ajo si isha e vogël, e ulur në divan, e ndënjur në divan, edhe qante me dënes. Gjë që dikur, unë dasmën e mendoja që ka një gjë tepër e keqe, që janë me kaq të madhe. Po e marrin me zor, po ikën. Por, kjo ishte tradita e fshatit. Më pas, kur u martua motra, normalisht që shoqërohej nga xhajat. Po. Janë tradita të ndryshme. Madje po mos qahen te nusja, i bie që diçka nuk shkonte diçka. E stimulonin gratë që këndonin vargje tekste që bënin për të qarku e babane me radhë. Ti del në ekran, dikush të thot diçka dhe filloj e preke në qura vitën për një herë. E jo më pasi të kesh gjitha ato njerëz nga mbrapa, ku po lë nënën, ku po lë babajn, ku po lë shtëpin. Ne motra të gëzoheshim se motra po hikte po na linte fustanet e tjera ne, se kështu ishte gjëja. Vetëm orizit dhe karamelet ishin të duhurat. Besoj këto të dyja kanë mbetur deri në ditën e sotme. Edhe orizi dhe karamelet. Te orizi dhe karamelet dhe unë them. Kjo e qara është... Po, një sheqer pare që vërtet ama ta qaj, po më të ta qaj. Po ta qaj me këtë mielin Ola, këtu që kam një miell Ola, miell misri. Që pse jo përgatitesh edhe për dasmë. Bravo, sheqer pare me lot, me sharbet. Çfarë më duhet? Tani dasma fillonte të hënën, mbaronte të dielën. Jo, për vajzat ishte e shpejtë, papa. Ikte vajzat lëronte vendin. Te familja e djalit, po mirë, dasma e djalit, se do të mbajmë vetëm anën e dasmave të vajzave. Niste dasma, niste ahenku edhe ku përfundonte atje në katune. Shoshja e grurit e... Ishte shumë bukur. Me ato aromat e luleve. Po, tamam, sot jemi në nostalgji, do të kujtojmë çdo detaj, po edhe shkrepja e armës, pastaj marrja e mollës. Ordëro? Ishte një zakon i tillë. Po, ai çarçafi i madh, çfarë ishte? Ai ishte ku mbaronte dasmën. Ajo ishte ku ishte. Ajo ishte pasi kishte mbaruar të gjitha ritualet, zakonet, ishte marrnusje, ishte martuar. Njeri do martoj më malën prap. Minusha e mbylla gojën. Po këndom më se në atmosferë dasme jemi. Me qëra fjala kush ka ndërmend tani se kjo mund të jetë dhe një javë dasme për dikë që na ndjek. Që me trashëgim. Të trashëgohen. 2 martohen, 100 tërbohen. Edhe kjo ka mbetur në ditë të sotme. Po, prandaj dhe tash. Shohim pak tani, fillojmë me punën e kuzhinës. Madje me që jemi te kuzhina, dikur dasmat nuk bëheshin për lokale, gatuheshin në shtëpi, ekipi fisi, kush dinte më mirë të gatuante. Ishte një allakati dhe një lodhje jashtëzakonshme. Tani çdo gjë është shumë kollaj dhe po.
Edhe dasmat bëheshin edhe në shtëpi, gatueshe për të ftuarit, merreshin borxh, karrige, lug, pirujnë pjata nga gjithë komshinët dhe njerëzit anë e kënd. Gjithsesi, janë shumë të bukura traditat tona. Shohim pak produktet e recetës tonë të parë, çfarë përmban ajo dhe si do ta gatuajmë e ndjekim hap pas hapi. Është sheqerparja apo çfarë emri tjetër? Sheqerparja ose tatli e Stambollit. Tatli e Stambolli apo sheqerparka? Si ma ke bërë këtë titullin sheqerparka. I kam përshtatur në Korçarçe. 1 litër e gjysmë qumësht, 2 bustina sheqer vanilje, 400 gram miell ermik, 8 vezë, 3 lugë supe sheqer pluhur, 100 gram gjalp i tretur. Sherbeti përmban gjysmë litër ujë, mojti 1 qeskë sheqer vanilje, 600 apo 700 gram sheqer. Më kemë sikur është në një recetë kështu e shkruar nga një korçare. 3. Sheqer pluhur. Na vjen marrë me të mira sot, si me të ëmblën e mëngjesit, ashtu edhe me të shkruarën e recetës që ke shkruar në dialekt. E kaloj këtu. Plurin edhe vaniljen këtu tek tasi. Tu kam gjalpin. Më duhet diku te 100 gram gjalp. Dhe i kam darë i kam grupuar. Këtu kam sheqerin, sikurse dhe, vaniljen që ka këtë ndryshimin e ngjyrës, gjë që unë do ta bëj pak më vonë sherbetin. E kam këtu për largoj se nuk do ta bëj që tani. Largoj gjalpin dhe qumshtin. Më duhet të kem 400 gram miell. Siç ka ti. Ma lër mua në dorë 400 gram miell misri i verdh i imët. Pra kjo është e gjitha në total 1000 gram. Ne do marrim 400. Sa mbeten Albana? 600. Ama ka ca syt kanë. Ju shikon, me mbledhje, me zbritje, të tëra i thanë, të tëra. Te nga që ke thënë që s'kishe qef matematike, prandaj pyet apo kash. Edhe kash nul fare, jo me jo. Ja dhe 100 gram të tjera. Apo më shef bjonde dhe mendon se bjonde të kanë të Jo moj ç'është ajo? Tash po di. Ma di se dikush e ka nxjerr këtë shprehje. Shikon. Në rregull, ja dhe pak. E ke fiks 400 sepse si e llogarita thonë ju, kam ndonjë sy të mprehtë, po kam këtë shiritin këtu transparent që më ndihmon. Dhe bëni shumë kollaj për pjestimet. To mbledhjes zbritjet. Mbledhjes zbritjet. Qumshtin. Nëse e keni ngrohur shumë, e ftojmë. Nëse e ftojmë duke shtuar. Pak qumësht të ftohtë ose ujë të ftohtë. Shtojmë miellin gradualisht dhe normalisht kam dhe vaniljen këtu. Dhe ndihet dhe aroma e vaniljes gjatë trazimit. E hoqa nga zjarri. Ja hoqa Prometeu dhe ja dhash Albanës zjarrin. Presim se ka dhe pjesa e sherbetit që do t'i shijojmë deri në fund, do të ftohen paksa dhe gati për të qërasur, gati për t'i provuar. Apo nëse kemi ndonjë rast të mirë familjar, sebeb. Shko mos të duhet edhe më shumë? Më duhet më shumë, po më vonë atë më shumë. Sepse këtu do t'a lë që t'a punoj. Po. Nëse unë do t'i shtoj tani duke që të shikoj që brumi është të përgabim, derisa unë të kem të rëndohet, më pas unë të shtoj pjesën tjetër, sepse unë kam qumësh më tepër, kam një shishe qumësh. Nxehtësinë pakës më shumë. Ndërkohë sa ndodh ky proces, siç e shihni, procesi ka nevojë për pak terezi për ta trazuar derisa të rëndohet teli. Ne ju ftojmë që në këtë minutazh ju të na telefononi, numrin do ta keni sërish në ekran, po përgatisim tatli Stambolli apo sheqerparka. Bashkë me këtë recetë do të donim komentet tuaj apo
një moment për ta rrëfyer mes nesh sa i takon dasmave. Nga ana telefononi, si janë traditat dhe zakonet në zonat tuaja, në qytetet tuaja, në fshatin ku jetoni, çfarë ka mbetur, çfarë kujtoni, çfarë është diçka e veçantë që sot nuk praktikohet më. Sigurisht që edhe sot është modernizuar çdo gjë. Gjërat janë bërë dhe më të thjeshta, por ato pak tradita, ato zakone që kanë mbetur sigurisht janë të bukura për t'i rikujtuar. Shumë sot nuk bëhet më paja, se çiftet bashkëjetojnë dhe kanë mbushur shtëpinë para se të martohen. Po ka qenë një gjë më e fuqishme. Paja fillon dhe që në moshë të vogël të... Që në 8 vjeçare, sa mbaron të 8 Mendonte vjeçare, mamaja për vajzën. Ne bënim qëndisjet, bënim rrugicat, rrugicat thasët, punën me grep, punën me suvajka, të gjithë. Por, kur të sillnin një komplet pjatash, pjata do t'i çoje, ato do t'i ruaje, ato pjata që t'kishin sjell, ato do t'i çoje. Do t'i përdori ato? Do t'i përdori, apo do t'i bëri palë të tjera? Të lira po i çoj. Të shtrenjta nuk të sillte asnjëri. Atëherë heq telin. Pra, edhe dhuratat në diku kanë qenë sende për shtëpinë e re. Po. Sot janë e punoj, ja. Para, me zarf. E punoj derisa mua mos të më kokrizohet masa. Ullë nxehtësinë. Derisa të përthiten lëngje, derisa të jetë një masë. Duhet punuar pak tani se është pak e mundimshme, pak e lopshme. Tash pra që mos të kokrizohet. Të jetë e tillë. Nëse luga është bish gjatë, është akoma dhe më mirë sepse punohet me bishtin e lugës. Janë disa receta. Kur të lodhesh më thuaj t'jap një dorë. Po bëj llokumet, më duket nga procesi. Përse jo, nuk e refuzoj këtë gjë që më thua, të më japësh një dorë. Urdhëro. Ajë sa të mundem, do ta trazojmë dhe derisa të bëhet një masë e plot. Ja, unë të shtoj edhe ujin tek sherbeti. Masa është e shkëputshme. Në këtë formë edhe e ftojmë pak duke e punuar. Shmangim edhe kokrizat. Me ftojen e kësaj kuptoj që shkëputet më kollaj, nuk ngjitet në tenxhere. Është deri në atë pikë që ty dora të lodhet më tepër. Bëj një larje të telit. Pra, ty do të merresh tani me sherbetin? Si është ajo? Sherbelo, apo sherbeto? Sherbeto. O të keqenoe. Në shkon shumë mirë kjo ëmbëlsira me temën që kemi zgjedhur, me atmosferën. Dhe shpresoj dhe me atmosferën e familjeve, të zonjave që na ndjekin. Do të shtoj vezët. Aty e liron me mirë shumë. Moj, mos kopjo këtej, bëja të punën tonë. Shumë mirë aty. Të lumë shëndua se shumë mirë këtë. Të shofim se na erdhën dasmorët. Përshëndetje. Përshëndetje, na erdhi një telefon. Mirëmëngjesi. Si jeni goca? Shumë faleminderit, jemi shumë mirë. Juve si ju kemi, nga na telefononi? Nga Elbasani për bukuri me bashkë ballkumin që për banë të. Të falenderojmë shumë. Ishi duke na ndjekur, unë shtrova një pyetje. Jo, falenderoj unë që na dilni ju për para. Kënaqësia është e përbashkët, pra. Albana pak më madhe, ti je më vogël, unë jam mesatari. Unë jam gocë e madhe fort. Unë jam gocë e madhe fort. Ka zatë amur kërë qesë shumë Albana. Po shërbetos fare. Tani na thuaj zotëri, diçka në lidhje me dasmat.
traditat, ato funksionojnë. Ka veçitës, si thasë ju, që janë marrëdhënie jashtë martese, por janë traditat, janë realitet. Për shembull, në Elbasan, më thuaj një traditë e veçantë e dasmave. Një zakon i bukur. Po, duke fillu nga që djenë të dielën, A hengu, i mas. bot një dag brumi e pa pame. Po. Masanaj, uniforma e bukur që është në sezonët shpatë, prap një mrekulli e veçantë. Se kështu me detaje nuk i ditë gjithën, po nga jo si u ndjek ju e për ditë, se kam qefi si guzinë dhe... A i momenti i marrjes së nuses, për shembull? Jo, s'ka ma bukur, po ta ma shme kala ma mirë akoma. Me çfarë? Me kal. Me kal, po dikur i merrni nuset me kal, edhe kjo është një detaj i veçantë i marrjes së nuseve. Jo, janë akoma ta detaje të na zonët e lata. Jepi. Po, Tjetër? Tjetër. Fustanellat, këto veshjet popullore. Veshjet popullore. Janë mrekullim vërtet. E qara e nuses, që është e përbashkët në të gjitha. Urda? E qara e nuses. Nusja duhet të qante kur martoheshe, apo jo? Me oj. Qashën, nisën, urisë, që karamela. Thoshte shketa, o po qa më pret. Ishën të gjitha këta detaje. O po qa më pret. Unë ju mëra për qef më shumë se ju ndek për ditë. Po, të falenderojmë. Kam në sikur flasë miu, gjithmonë. Shumë falenderoj. Edhe ne kemi kënaqësi të dëgjojmë. Sigurisht. Të falenderojmë shumë për telefonatën, vazhdo të na ndjekësh, sidomos edhe në pjesën e bisedës, se do të pëlqej shumë për sa i takon kësaj nostalgjie që do të sjellim sot në program të ritualeve tona të bukura të dasmave. Faleminderit shumë, Elbasani. Na telefononi, na tregoni pak momente nga dasma juaj. Besoj se e keni realizuar një dasmë, për edhe ato që se kanë realizuar kanë qenë në një dasmë, në familjen e tyre është bërë një dasëm. Ja, ta shtojmë këtu tani. Ja, është e shkëputshme, kollaj. Është bërë gati masa e brumit. E nivelojmë aty pak dhe tregoj momentin e dytë të recetës. E lëmë të ftohet pak, po. Por unë të shtoj edhe vezët që të kemë mundësi ta punoj. Mirë. Të kemë mundësi ta punoj. Shtojmë edhe vezët dhe e trazojmë. Deri këtu po e lëmë momentalisht tatlin apo sheqer parkat, me këtë emër i kemi sjellë sot, kemi shtuar një 8 kokra vezë nga Ovital. Ja tek erdhëm, shumë shpejt, gati tani për të vazhduar me punën dhe për t'ju pritur juve të telefononi për të na rrëfyer rreth temës që kemi hedhur sot për diskutim. Nëse e kemi telefonatën, e mirëpresim, nëse jo, unë po bëj një kafe, Albana të ndes kafe ekspresin. Se mos më ndoni se u shplodha, jo. U lodha më tepër. Ja, ta vendos një kafe që të na ecim punët paralelisht me shikueset tona. U bëj një masë një trajqme, mori një ngjyrë sigurisht më të verdhë për shkak të vezëve që shtuam, po ashtu edhe për shkak të miellit të verdhë. Po qa lugën e drurit, se luga e drurit nuk e punon dot. Ngjit më shumë, rëndohet më shumë. Patjetër, e përzijej mirë, dhe normalisht do më duhet që ta ftoh pak saj, o pe largoj. Shikon derisa fillon edhe bëhen këto fluskat. Po. Normalisht që ta kem mund që të ftohet, duhet të vendos një membran që mos të zër kore. Por kjo është pak mbas ftohjes. Jo tani. Nëse unë dua ta ftoh, shtoj pakës, shumë pak miell, dhe sërish të punoj. Me të mbaruar, aroma mirë që vjen kjo kafe,
Divino sot. Me kapsula Divino, nisim ditën me energji. Përshëndetje, një mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Të dëgjoj me dashur nga telefonon? Nga Tirana. Nga Tirana. Tani përveç recetës që jemi duke ndjekur paralelisht, apo jo? Duam të dim në një zakon, në një tradit të dasmave. Ju keni bërë dasmë? Jeni martuar? Kam bërë dasëm. Po, jam martuar, kam vajtur nuse në fshat. Ulja zërin. Kam vajtur nuse në fshat dhe kur më sodhëm fustanin e bardh, Po? kur sodhëm fustanin e bardh, nuk kishte atere se me nxie gjetën dhe kanë hequr perden e dritares. Edhe ma ka më këtu në kokë. Ti u mërzite për këtë, apo doje një fustan të mirë? Pas të ishi 4... Jo, ashtu ishte ko atere. Po. S'kishte. Më pas që ndodhi? Edhe kur ula tje përbal dhe pas të i kishin 4 dritare në fshat. Edhe pas që një dritare ishte bosh. Ishte perdja, ishte ajo kortina që të kishin vënë ty në kokë. Si velo. Po, velo, atë më vonë, se s'kishte. Mi po kishte lezet çdo gjë, aman. Pa tjetër, kemi tradita shumë të bukura të dasmës. Ajo pjesa e të qarës, ajo pjesa e të qëndruarit, pra të nusëruarit, në qoshen e salonit të shtëpis, teksa vini njerëzit për vizit. Që të mpjeshin këmbët. Si bëjë, që kur kam nusëruar, mos kam nusëruar. Po, unë ngriu kur takoheshim, po, njerëzit. Kur hyrin e dili plakat, do qaje më shumë. hyrin e dili plakat, duhet të uleshe të ngrieshe në karike. Po, pa tjetër, për të respektuar pranin e tyre. Më kujto një këngë që të kanë kënduar teksa të morën për nuse. Ishin këngët e fshatit aty atëre. Mban më ndonjë këngë? Po, atje poshtë te këneta. Ma këndo pak. Atje poshtë te këneta, moj valo valineta, moj valo të kisha thëna, moj valo valineta, mos më dilë natën paherna, moj valo valineta. Sami që kërcen, Sami që këndon se. Sami që dëgjon për mua. Tani unë po të dëgjoja me vëmendje. Jam lape. E di pse po të dëgjoja me vëmendje se më interesonte mesazhi që përcilleshe përmes këngëve. Pra nuk ishte vetëm kënga, muzika, apo ajo që gratë këndonin për ta bërë nusen për të qarë, po ishte edhe mesazhi, për shembull, moj valo, moj valeta, mos dil natën pa hënë, për shembull, siç ishte kuptimi i fjalës, një porosi që i jepeshe nuses teksa vajzës teksa e merrnin për nuse. Po ti dëgjosh të gjitha, kanë mesazhe, kanë një tekst aty, kanë një këshill, kanë një urtësi, një shprehje të bukur. Për shembull, rasti i kësaj vajze që po i këndonin që Valo Valeta, për shembull. Moj Alban, moj Albanita, për shembull, të këndonin ty. Të përshëndesim, faleminderit shumë për telefonatën, edhe për kujtimet që na solle nga dasma, që nga perdja, kortinat e dritareve deri tek kënga që i kanë kënduar zonjës në dasmën e saj. E lë të ftohet. Na telefononi, jemi shumë kurioze. Më pëlqen shumë të kërkojmë. E nusere, mi nusere. E po të shkojnë lotët rëkere. Ikam. Doje s'doje, do qaje. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Kënaqësi që dëgjohemi bashk. Nga ju kemi? Nga Tirana. Nga Tirana.
Jam trego pak për dasmën tënde nëse ke bërë ndonjë detaj që të ka mbetur në mendje, ndonjë tradit, ndonjë zakon që do të na e mësesh? Unë me origjinë jam nga Kruja, po rrit këtu në Tiranë. Dasmat e Krujës janë me nam. Me shumë zakone të bukura. Unë, kur jam martu, unë kam ikë në majë të kalit. Ti je një nga ato nuset që e marrë me kalë. Pa. Ma rrëfe pak atë ditë nëse të kujtohet. Si ndjeshe ti, çfarë të veshën, çfarë ceremonie u zhvillua? Vesha me robe kompare. Edhe vam dashëm ke shtëpia ime edhe atje ke burrit. Pra dasma u zhvillua në shtëpi, aty u gatua, aty u përce. Në shtëpi, pa. Ishte... ke shtëpia gotës nuk u kërcete, nuk u knote. Po, vetëm të djalit. Vetëm qashin. Vetëm qanit. Qanin për gotën. Gota qante edhe ati. Po qesh tani ti se atëre nuk qesh i dot. Unë nuk kuptoj pse qanin gocat kur hikri nga shtëpia nonës? Se tash ato me dëshirë martoheshin, heqim rastin që nuk donin për shembull. Këtë se kam kuptuar asnjëherë. E kam pyetur. Ishte si traditë që të vinë te keq. Qanin se të shkonin te Jo, dera. nuk është puna, po ishte puna që je do dali herë për gjithmonë nga ajo shtëpi. Po. Atë mos e thuja. Dere botës vajza. Vetë ke qarë dhe qaje se të këndonin dhe duhet të qaje, apo qaje se të qashe? Vërtet. Jo, qaja se më qashe se isha të nda me njerëzit me ikë një shtëpi tjetër të huimi fjarë. Edhe kush e di kur do ktheheshe në shtëpi, se nuk vinin kështu siç duam ne tani. Të nesër me shkonte mami. Ishte një kurbet i vogël i përjetshëm. Një kurbet i vogël. Jo. Atëherë kur kthehesh, do të kthehesh si mik, nuk do të kthehesh më. Si vajza e shtëpisë, e qartë, po. Por çfarë këngë të kënduan në dasmën tënde, që të bënte për të qarë? Jo, aty nuk më kënon atje, pra nuk këndosh atëherë na kur dilte gota. Pra në dasmën tënde, në shtëpinë tënde, ditën që do të merrnin për nuse, tek shtëpia e bashkëshortit tënd, aty kanë qarë gjithkohon. Pra nuk është e kishte këngë dhe gëzim. Aty qaheshe po thua. Ke njerëzit e mi me këngë dhe ollën pritëshin atje ku kom shku. Po, ndërsa tek familja jote? Shashin, kur hika unë të gjithë shashin. Interesante. Po për pjesën e pajës, ke marrë pajën me vete? Pa tjetër, po. Pastaj me kalë, kush të shoqëroi te shtëpia e burrit? Me shoqërun Kryshit. Jo, nga familja jote nuk erdhi njeri. Vetëm një gru. Vetëm një gru duhet të vinte nga fisi jot. Halla, u shute Krushka. Krushka. Po. Pastaj shkove tek shtëpia e burrit, aty tjetër atmosferë, aty këndoheshe apo jo, të pritën me harem. Kena shku 2 nuse për herë. 2 nuse për herë në një shtëpi? Po, 2 punata. Interesante kjo. Po? Brenda ditës, në të njëjtën ditë u martuan 2 vëllezër dhe erdhën 2 nuse. Po, jena takum rrugën e të 2 nuset edhe kena shku për herë. Shumë interesante. Shkuat më pas të dyja nusëruat në të njëjtën dhomë apo në dhoma të ndryshme? Po, të dyja. Një rrugë e 2 punë? Po. Po, të dyja në një dhomë. Edhe ndieshe pak kjo konkurenca se po pyesin këtu. Kush ishte më e bukur? Po, ajo tjetra ishte pak më mirësur. Ashtu sa modeste që je, këtë se vërtetojmë dot në tani. Po, ti do kesh pas shpirtin më të mirë se ajo, sepse ti të vërtetën. Sot si keni marrëdhëniet për shembull me kunatën, nga ajo dita që u martuat dhe qëndruat dhe nusëruat në një dhomë? Shumë mirë me kunatën, shumë mirë, kena një 8 vjet bashkë. Jetuat në një shtëpi dhe më pas tani jeni më vete.
Pa tani unë kam marrë në Tiranë, ajo është atje me fjalë, po jena nda mas 8 vjeç, se unë jam 70 vjeç e sot. Edhe i qinti inshallah. Tani, pasi nusëruat, ndenjet në shtëpi, kërcyet, gjitha ato traditat e tjera, erdhi momenti të nesme si çarçafit. Ngacmoje pak ti Albana. Po thuje pra shkretën 2 çarçaf, apo... Ajo, po t'ishte një çarçaf ishte me hile, se janë 2 nuse. Janë 2 nuse, patjetër. Por ka pasur nuk i dia e kanë në zonën e tyre këtë traditë, për të nderur çarçafin të hënën në mëngjes. Ka pasur dhe hile. Jo, të hënën mëngjes, ne kena në të 10 hënën për nuse gjithë ditën, të kënu të kërcyje të dashmorët. Po. Shisa nxehtë që është. Pra, kjo pjesa e ritualit të nderjes së çarçafit ishte në zonën tuaj? Ja. Nuk diskutohesh kjo pjesë. Ja. E kuptova. Të falenderojmë detaje shumë të bukura nga dasma, aq më tepër që ja po shohim për herë të parë, po dëgjojmë, ndoshta ka dhe raste shumë të tjera, se ne këtu për shembull në këtë bisedë, hera parë që dëgjojmë që 2 nuse shkojnë në të njëjtën ditë, martohen bashk dhe sot të kësaj dite jetojnë dhe gëzojnë me njëra tjetrën si 2 kunata. Të falenderojmë për historinë tënde, edhe pse shumë shkurt, por sado ne i marim, i kuptojmë mesazhet. Qa ishte ajo e hileve, se ti i lëshon këto sheqerparkat kështu? E më kështu, kur ta s'kisha bërë në një herë ta hodha dhe një letër poshtë derës. Po normalisht kishte edhe femra që u kishte ndodhur një fatkeqësi në jetë. Por, e kisha dëgjuar këtë gjë, dhe pse djemt përpiqeshin që të justifikonin virgjërinë e vajzave. Dhe shumë i kanë bërë. Okej, më jep mua tani të vendos sheqerparkat dhe merremi me pjesën tjetër. E zhyt në kështu siç janë, po, nga brumi, se u morëm pak me temën sot, po. Tjetra, unë s'ka problem. E justifikoj mirë se ishte temë e bukur. Pra, sheqerparët, luajm pak me gjalp dhe i vendosim për tu pjekur. Ndërkohë Albana ka nisur supën. Unë kam shuar yndyrën këtu, prandaj dhe e lash tenxherën, është një tenxhere rënd, e gatuan shumë mirë, por do pak më tepër nxehtësi. Ja, ti tregoj pak këto sheqerparkat që do të mbulohen pastaj me sherbet. Po më duket se duan dhe pak, shifi? Edhe pak fare. Marrin dhe pak ngjyrë, po meqense po shifje që po mbaroni minutat dhe thash të tregojmë pak zonjave tona. Përpara se ta vendosim sërish të vazhdojnë procesin e pjekjes, që do të jenë diku pak më të errta, do të jetë më e kuqeremt pjekja e tyre. Më pas do t'i shtojmë sherbetin apo jo? Sigurisht që nga sherbeti që do t'i shtojmë ne, ato do të rrisim volumin e tyre. Jo, atë këto janë... Mirjan? Duan dhe pak. Atëherë vetëm, jo në rezistencë, vetëm në ajër. Në ajër.